rikthyer në këtë atmosferë, me krejt emocionin ton të përbashkët për pavarësinë e Kosovës. Jemi në ditët e pavarësisë së Kosovës. Apropo kësaj, ju kam paralajmëruar që në fillim se do të kemi mysafir tepër të veçantë. Kemi pritur ka herë që të na vijë në Prishtinë. Njërin nga protagonistët, njërin nga personazhet që ka bërë shumë çka, njërin nga korifejt e gjallë të muzikës e artit shqiptar, që megjithatë e ka gravuar më së miri, në mënyrën më të mirë pavarësinë e Kosovës, herojt e Kosovës, herojt shqiptar. Ai vjen sonte, zonja e zotëri, për ju, për ne, për të gjithë, zotëriu i nderuar, Naim Gjoshi. Naim ishte erdhur. Si e burrë. Unë e di. Naim Gjoshi, mirë se erdhe. Mirë se vjetë. Si e burrë dhe? Mirë jam. Farnipi kështu i Skënderbeut, nga Dumreja jonë. Po nga Dumreja vinë Dumreja e 83 liqejve. E 83 liqejve. Që është një vend shumë romantik. Qfar vlerash, qfar... Ndoshta shpirtin poetik, jo ndoshta, po them që kështë fëmënia e ka marrë nga Dumreja. Nga Dumreja. Nga liqejt e di. Shpirtin poetik se vlen si poet. Ke shumë poezi, ke shumë këngë. Po, unë shkuj këngë, shkuj dhe varje, shkuj poezi. Cigarja jote ndezuri, në heshtje digjet si qiri, diçka kërkon të thot për ty. Musa hote më i bukri o florin. Po një një që e fillut në këtë këngë, atë duhet them diçka, në lidhe me këtë këngë. Shumë vite përpara, i vllai i herojit të heshur, do thoya, Musa Hoti, më kërkoi një këngë për vllain. I kërkova të di për çfarë bëhet fjalë, i kërkova dhe një video që ta shifsha si portret. E bëra këngën, historia e Musa Hotit është e njëjtë, e përngjashme me historinë e Avenir Rustemit. Avenir Rustemit. Në Paris. Edhe unë shkujta një këngë, veti bëra vargjet, me titullin Generali i Revolverit. Këngën e kënoj, fillimisht Ilisha Qiri, më pas dhe Shkurtë e Fejza. Çfarë ndodh na imi dashur? Mas 4 muajve, mua më hynë në misi një vajzë edhe thoshte, jam Manushaqe Hoti, vajza e herojit Musa Hoti. Duhet të falenderoj 1000 herë për këngën që ke bërë për babin tim, se na e ke sjellë të gjallë në shtëpi. Sinqerisht ndjeva shumë emocion, për herë të parë më ka ndodhur jetën time që një fëmijë i një heroj, të marrin telefonin të më thotë, të shkruajnë në Facebook, të thotë që më falenderon për kur të tjerë se kam bakte, për hirtë vërtetë. Unë kam shkruar shumë këngë për heroj, dhe ndjeva një gëzim për vlerësimin që bëri, por në atë moment thash, unë prap i kam diçka borxh atij heroj. Sepse Musa Hoti, përveç anës historike e heroizmit të tij, është portreti i një burri shumë fisnik, shumë poetik, i menduar, pi duhan shumë, më shumë se unë pi të duhan, dhe e kujtoj shpesh që tymi duhanit i dilë këtu jashtë të një herbalin, kështu si mjergull, aq shumë e pi duhan, për na e them edhe tek kënga që cigarja jote ndezuri, në heshtje digjet si qiri. Në heshtje digjet si qiri. Diçka kërkon të thotë të ty, Musa Hoti. Më thonë, e shkoj të këngën dhe ja shkoj vajzës, ja bëj surprizë, pa ditë ajo. Thash mjep një adres, ja shoha. Janë prekur shumë nga kjo këngë, e thash tashi, keni ju detyruar të realizoni. Në 20 vjetorin e vrasjes së tij, kjo vajza më fton të isha prezent në Kosovë, po thashë nuk mundën, se edhe dimër, se një janar. Tha, do të këndohet kënga, presim të nga kthehesh ti, kështu është titulli. Po kush dhe kënoj? Mirje Braja, dhe është, lere, i keni vënë pikën. Edhe në të vërtet, unë përfitoj nga rasti ta falenderoj Mirje Braja, sepse ka shku, te kjo këngë ka shku aty ke shpirti im krijues,
si të them, nuk më ka prek asnjë gjë, se ndodh ndonjëherë që këngëtari i deformojnë pak këngën, ka qenë shumë e sakët, ashtu si është Shqiria, në të vërtetë, shumë e ëmbël, shumë e dashur, dhe jam mrekulluar e kam dëgjuar. Edhe neve na ka pëlqyer shumë, unë e këndoj herë pas herë dhe Miriam thot, po shumë të ka pëlqyer kjo këngë, them, nga këto këngë këtij lloji është nga më të bukurat dhe unë e kam gjithmonë atë zemër bardhi Musa hoti o flori, më pëlqen kjo o flori, dhe bëj veta, e kështu, no. Edhe prandaj në këtë rast pse jo duhet ta falenderoj dhe atë vajzën e herojit, më në shoqë votin, që ajo është bëshkak që lindi kjo këngë. E kemi bërë dhe kemi promovu këngën dhe të falenderojmë maestron nga zemra. Neve kemi pas në saktir, ka më shumë se 10 vite, dhe kjo studio, kjo sallë, ishte mërzit shumë me të taku. Dhe e mendonim kur është më smiri. Dhe e mendova që në emocionin e asaj që i quajmë ditët e pavarësisë, ditën e pavarësisë kemi me 17 shkurt, i bjen ditë e martë, dhe ne atë ditë s'kemi emision, ne kemi të shtunën, ta godasim më herët me njeriun që shkroj aq shumë për pavarësinë, bëri këngë aq shumë për pavarësinë, edhe për herojët tanë e kështu. Në këtë frymë edhe do të bisedojmë sonte, por që mos harro, kjo këngë i ka bërë 20 vjet, e këngë të tjera aq shumë. Gjeneratat e reja edhe kanë dëshirë ta dinë po këtë këngën që është bërë himni i madh, kush e bëri, po këtë këngën, ne ju themi Naim Gjoshi, po kush është ai, le të na thot pak regjia. E ndjekim bashkë? Naim Gjoshi, kompozitori shqiptar i këngëve patriotike dhe artistike. Naim Gjoshi është një nga kompozitorët më të mëdhej të muzikës shqiptare, me një karrierë të gjatë dhe kontribut të rëndësishëm në zhvillimin e kulturës muzikore. I lindur në Belsh dhe i lidhur me qytete si Elbasani e Librazhdi, ai ka qenë aktiv në krijimtarinë muzikore për afro 6 dekada. Gjatë karrierës së tij, Naim Gjoshi ka marrë pjesë në më shumë se 20 edicione të festivalit të këngës në radio televizionin shqiptar, ku ka prezantuar krijime të ndryshme muzikore. Ndër këngët e tij më të njohura është Jam Europë, interpretuar nga Ilir Shaqiri, e cila trajton temën e aspiratave evropiane të shqiptarëve. Pastaj janë këngët Poçari, Selami Kolonia, Udhët e mia, Ilir Shaqiri, Male o Male, Selami Kolonia, Mora fjalë, Pavarësia, e tjerë, kushtuar të gjitha këto botës shqiptare, jetës së shqiptarëve në mbar shqiptarinë. Për kontributin e tij në muzikë, Naim Gjoshi është dekoruar nga presidiumi i Kuvendit Popullor me urdhrin Naim Frashëri i klasit të parë. Ai mban gjithashtu titullin mjeshtër i merituar, dhënë nga institucionet e Kosovës, dhe shpallur qytetar deri i Burrelit dhe i Belshit. Krijimtaria e tij është vlerësuar me çmime dhe mirënjohje në festivale dhe aktivitete të ndryshme muzikore. Naim Gjoshi njihet edhe për krijimin e këngëve me tematikë patriotike. Një nga këngët më të njohura është Morra fjalë, kushtuar heroit kombëtar Adem Jashari. Kjo këngë sot është një himn mbar kombëtar. Shumë këngë ju paraprin proceseve të mëdha historike në Kosovë, në Shqipëri, Pavarësia, Udhët e mia, Jam Europë e tjerë. Naim Gjoshi mbetet një figurë e rëndësishme në muzikën shqiptare me një veprimtari të gjatë dhe një repertor të pasur që përfshin këngë artistike dhe patriotike. Kontributi i tij ka ndikuar në zhvillimin dhe pasurimin e kulturës muzikore mbar shqiptare. Ai ka qenë gjithashtu edhe bashkautor i shumë koncerteve të rëndësishme, koncerteve për Ilir Shaqirin, Selami Kolonin, Mergita Kolën, Hatixhe Lushin e të tjerë. Gjithë stadiumit, gjithë shqiptarët këndojnë Morra fjalë. Edhe po të them, kur kam qenë prezent në stadium, a di që më zhdukur si janë ëndër, nga herë shep njëri ëndrat buka që të zmadhërishme që i kënaqes shpirti,
Edhe, kur kam marru kënga, atëherë besova se jam atë në stadium. Si ka mundësi, thash, sepse jo se tifozët nuk kënojnë këngë të tjera. Edhe kanë kënuar, edhe do kënojnë. Po, me këte këngë ka ndodhur një çudi. Nga fjala e parë, deri këtë e fundit, të gjithë e din përmendsh. Nga nota e parë, deri këtë e fundit. Pra, është një këngë që jo se po kënojnë një refren edhe kaq. Ata e kënojnë gjithë. Pastaj e dish do thotë 20.000 vetë aty ta kënojnë kaq bukur edhe të intonuar, qiko është kërari e madhe dhe unë e kam thonë dhe diku që në atë moment kam pasur një aritmi nga emocionet. O rritën në goditje të zemrës, Po kur e morë fjallën ta shkruash këtë? Se e ke shkru vetë tekstin, e? Vete kam shkru tekstin, mu këshu më pëlqen të shkruaj për heroj të shkruaj për dashurin që njerëzit kanë për herojt. Ato heroizmat le të shkruan ke historitë e kudimet e tu, se janë ata jo heroj. Por kjo, në të vërtet, kjo është një balad elegjake, sepse këtu të gjithë po i thonë, kur i thonë dhe Zogte Malit, kur i thonë dhe Lulet, tyre Trandafilat, qoh adem, të thotë merë pjesë të kënga për herojnë, përveç njerëzve, merë pjesë dhe natyra. Kjo është e njohur dhe në këngët tona popullore, në baladat shqiptare. Po edhe... Në baladat elegjike. Po, elegjike. Rritët e dheu, edhe toka, edhe të gjitha. Edhe të gjitha. Edhe aty se unë jam shumë i thar i folklorit shqiptar, kryesisht verior, por edhe jugor, dhe shumë këngë i di mirë se çfarë thonë. Populli jonë i ka shkruar këngë shumë të thjeshta, me 8 masa muzikë, por ato thonë shumë. Thonë shumë brenda. E unë këtë këngë e kam ndërtu ashtu si ndërton populli këngët e tija. Pra kënga është strofike, nuk ka refren kjo këngë. Komplet është strofike. Strofike. Edhe kjo ndoshta është arsyeja që kjo këngë pati shumë sukses. Domthonë melodia absolutisht që është e këndueshme, është dhe shumë profesionale, po është e dashur, është e thjeshtë. Absolutisht. Naim Gjoshi, kur ndjeve për herë të parë se kënga për ty, kompozimi, krijimi, nuk është veç pasion, është edhe mision? Absolutisht po. Unë, dhe këtu jam në emisionin tuaj të nderuar, tu jam në Prishtinë, jam në Kosovë. Kur kanë qenë, kur janë bërë demonstratat... Në Kosovë jene këtë? Në përmale kënojnë bilbilat, Kosova, Kosova... Edhe kjo është një nga ato këngë, po kjo vjen më vonë. Unë për Kosovën kam shkruar qysh në vitet 80. 80. Po, kur kanë qenë me punë në Burrel. Atëherë kur kanë shpërthyer demonstratat, këtu që janë vrarë shumë në 81-shin, unë kam shkruar një këngë shumë emocionuese edhe shumë prekse. E maj mend dhe sot fjalët e këngës. Nga pemët e ranë lulet, prej dorës gjakatare, por lule më të bukura që toka kosovare. Ky ka qenë refreni këngës. Gjithçka kam bërë atje në Burrel me instrumenta, me melodie, këngë shu, i kam gjetë më vonë në Kosovë. Pa e ditë asun, ata sa do janë mija. Pra si ka mundësi pyes veten. Pra, me sa duket, këngëtarët kosovar i duan këngët e mia. Po edhe unë i dua. Ndaj, kjo është e gjitha. Unë kur ju anunqova, kur ju prezentova, ju thash atë që qëndron vërtet, njërin nga korifejt e gjallë të muzikës, këngës e të artit shqiptar, sepse jeni autor dhe kreator i atyre gjërave të mëdha të bukura që do të donte çdo këngëtar i nivelit. Të shkurtës e të lirit e të mihrijes e të naimit e të ati, ti këndoj, me pa tjetër. Fajtor jeni vetë, you asked for it, vetë keni kërkuar, vetë keni kërkuar. Çfarë ndjenja është kur vërtet dëgjon krejt stadiumet, krejt shqiptarët, ku do që janë në botë, bashkë nga Pekini e deri në Honolulu atje, këndojnë këngën tënde. Po, është krenari e madhe. Shiko, ka artist që jetojnë gjatë vetëm me një krim, që një dora, unë kam bërë dhe këngë tjera të bukura edhe i kam të bukura. Po mora fjallë, në vitët e lartë,
fal edhe interpretimit shumë dinjitoz të Shkurtefeshës, sepse arti muzikor është art kolektiv, po fal edhe orkestrimit aq dinjitoz që i bëri Xhevdet Gashi. Pra i po them që arti muzikor është art kolektiv. Pra pa njërin tjetrin s'do kishte gnu shkurta këngën, s'do kisha bërë. Por nuk do kishte shku kënga deri atje lart, nëse s'do kishte këndu shkurta. Edhe nëse s'do kishte orkestruar Xhevdet Gashi. Sigurisht. Po, ka funksionu tre këngë. Po, nuk ajo sigur ta mbjellish një farë e që rritet fuqishëm me rënj. Edhe Thell në gjithë kombin edhe shkon në maja. Shuo, është një këngë që këndohet dhe me qifteli, këndohet dhe me orkestrë simfonike, këndohet dhe nga kori, po këndohet dhe nga orkestra e bandave si që kanë bërë bandë muzikore e ushtërisë. Pra, ku së në ja këngë? Aja 16 masa muzikë. U bahim, e bët him, Po. e futët në gjdo pore, në gjdo qelizë të shqiptarve, Po. absolutisht. Në Kosovën, Shqipëri, bile jemi duke bërë gara ku do këndohet më shumë anë stadiumin e Prishtinës, atë të Tiranës. A ke imaginu ndë njëherë se këngët tuaja do të bëshin himn e zemre për një komb të tërë? Për te këngë nuk e kam mendu. Shuar, unë nuk besoj se ka autor që ta di se cila nga veprat e ti do të ngrihet atje në maj. Ato i vlerëson vetë dëgjuesi, vetë populli. Këtë këngë, mëra fjale ka vlerësu populli, ka vlerësu një kombitër, barkomtar, mos më mbeti kjo tjetër vetëm se të ndihem kerenar që jam autorja e kësaj këngë, në vargje dhe në muzikë. Do të flasim akoma për këtë këngë, po dhe këngë tjera. Unë fillova t'i këndoj. Do të t'i këndoj? Po. Sepse kemi pavarësinë e Ilir Shaqirit, kemi shumë këngë që do t'i trajtojmë në këtë mbrëmje që jemi bashkë, Fatimire, i rallë, falimderit shumë, që ke rrugtuar me një bashkë patriot timin kosovar, Halit Krasniqit, falimderit shumë dhe t'i bërë të fatë, që në asove absolutisht këtë gjigant të këngës që është nderë për spektaklin tonë. Mbi 20 festivale ke qenë prezent me këngën në radio-televizionin shqiptar. Vazhdon të mbetet festivali më i madh shqiptar. Po sigurisht, në përgjithësi. Është një festival që mua më dha emër si autor. Cili ka qenë momenti më emocionus, po themi, në 20, apo më shumë se 20? Ta themun, kur kam qenë 24 vjeç djalë, edhe kam marrë pjesë për herë të parë në atë festival, dhe më e bukur është se u bëra fitues i çmimit të tretë. Dhe një nga korifejt e muzikës shqiptare, Zadeja, e ka nënvizuar në artikull që bëri në gazetë këngën time si një këngë e veçantë me një arritje të lartë lirike. Si quhej, kush e këndoi? Kënga e ka kënu Valdete Hoxha, kënga quhet Si lulen bjeshk. Është e mrekullueshme. Si lulen bjeshk. Si lulen bjeshk. Edhe një tekst që Valdete Hoxha, ky emër i rrallë, ky zë i rrallë. Këngëtare e mrekullueshme. Këngëtare e mrekullueshme. Pastaj unë në atë moshë, domthon 24 vjeç. 24 vjeç. Pastaj në moshën 20 vjeçare, ne kemi pas ne edhe kemi një vëllim të madh këngësh partizane, që asnjëherë nuk mundi mohoj Shqipëria apo. Dhe unë çuditërisht i doja atë këngë. Dhe kam shkruajtur një këngë atëherë që ka kënu një këngëtare shumë e mirë që është në Amerikë sot, Suzana Qatipi, ishte me shumë emër atëherë. Një këngë vjen Brigada Partizane, shfryzova motivin partizan. E ndërtova aq bukurisht, aq mrekullisht, dhe i kam shku në shtëpi Agim Prodani. Agim Prodani ka qenë mësuesi im i parë i këngës dhe më ka dashur shumë dhe unë kam mësuar shumë prej tij. Edhe i thash, profesor, ma djo këtë këngë do të çoj festival. Ai ka qenë shumë impulsiv kështu edhe sa e lujta në piano, unë kujt brëm, po ti morë djalë tha. Edhe partizant kishe qenë, thash dhe që bëmë. Dhe ajo këngë mori shumë të retat. Unë jam filluar shumë të retat. Si lindi frymëzimi për këngën Jam në Evropë? Edhe çfarë mesazhi ke dashur në përcjell me të? Kënga Jam në Evropë, për hir të vërtetës, nuk kam dashur ta muzikoj fillimisht. Sepse thosha, po mirë, po çka kam me Europën? Ç'kemi ne me Europën? Gjithmonë dhe ajo shprehja e famshme e Faikonizës e keqja shqiptarëve vjen nga vetë shqiptarët. Nga vetë shqiptarët janë. Shej me Europën. Mi po Iliri
këmbgulës i madh, do e bësh, e jashtë 3 muaj poezinë e kisha aty, nuk e bëra. Vjen kë një ditë me Skënder Hasin, këngëtarin që e kemi mikë bashkë, vjen edhe dhe thotë, se ke bo, jo se kam bo. Thashëm, hajde ja fusim njerë, dalim për gjana e për peshkim. Në rrugë duke shku në një lumë, të tjenë Libresht, i themon, Ilir, kene gjë me shkuj? Po, tha, majti makinën e Skënderi, edhe s'kishim letër, s'ilër lasu, për Ilir i grisjet e të paketës, edhe boja pentagramitu dhe shkujta. Moj Evropë vjetër, si s'ma gjete një rrugë tjetër, edhe i them Ilirit, u bo kanga. Si, Ilir ishte kurios qa ke borë, lere, kur shkoj shpi. U bë kanga? Shkujta, no, u bo kanga. Edhe kështu, u këthy Iliri në Prishtinë, për 10 ditë, unë e marova kangën e qova. Por, në ka hapë shumë të lashën festival. Nuk kanë dash të fusin. Ma një po them që në një nga strofët e kangës që unë i bëra vetë, në fakt, unë u bazova tek ajo poezia e fakshme nga Zgushit që thotë duke njësë udhëtimin mes për mes në Shqipëri, dri një plake i përrashme po boron me shëndohumi. Edhe unë e thash aty, moj Evropë... Evropë e vjetër, si po, s'ma gjete një rrugë tjetër. Moj Evropë, zonja dridhis, pse i ban hile historisë, pse ma le dringin në veri e jo në mes të Shqipërisë. Hoqën atë kishë, komisioni atje, i themi Ilirit, ndryshoj bori bëvaj atje, ka pas probleme, bile, ma i men edhe një këti që ishte inxinjerë, tha qa se e kanë, qa kanë ta tha me Europën, ndërsa e kundër ta, ka noth me një spektator, masi moroj festivali, Tiranas ishte, me bicikletër, erdi, një ftelinë, se unë snifsha, unë një si emër, edhe takoj, e tha, pavarësisht me lotë syve, pavarësisht, që ndodhe i festival, se u folë që të t'jefshin që në parë, absolutisht e lanë, jo të më në tretë. Pavarësisht që ndodhe, dhe ajo është kënga më e bukur edhe mbeti. Edhe mbeti. Tash, në realitet, për mes saj misionin tuaj e realizut? Po. Ta quaj kështu? Po, kënga është me... Shko, një pasion i madh i derdhur në një këngë të bukur. E kam shkujt me shumë nerë. E cila mbeti edhe sot tingëllon e vazhdon të hecën si një mision. Absolutisht po. E kam shkujt me shumë frymëzim. Domthon, momentin që më ka ardhur motivi, përpara kam pas samale, kështu sa shujse rruga. E thashun, kesi e lapsi liu? Po, e shkujta me nota kaq. Po na herë shko, unë gjithmonë jam spontan në këngë. Unë nuk më ulem piano të rri gjatë që të kërkoj këngën si ku do bëjmë. Unë e kam kështu bram, e bora se bora. Të vje? Kështu i këpo, më vjen direkt, më vjen po direkt me edhe dhe marrë filmi. Kënga Pavarësia është një nga këngët absolutisht më të bukura, nga më të bukurat. Po. Dhe e realizuar mjeshtrisht nga ona juaj, edhe nga ekipi i Ilirit, Ilir Shaqirit, edhe Gjevdet Gashit, edhe u bë një diçka e bukur që pastaj po ashtu në sheshe, në rrugë, në stadiume, në... Gjithandej. U bë si një thirrje, si një paralajmërim i shpalljes së pavarësisë. Absolutisht po, edhe kjo këngë është futur edhe në shkollat shqiptare. E bëjnë valle koreografike, edhe me interpretimin e Ilirit, po qatë kërcimi bënë. Tashi, edhe kjo këngë ka histori. Iliri vjen të kun Libresht, atëre isha në Libresht, edhe thot do të bëjmë këngën e pavarësisë, po vjen ishte 11 muaj para se të shpalli pavarësia. I thashëm, që është kjo këngë pavarësisë, që shpalli pavarësia? Po do shpallet, po më një kur shpallet ta që bëjmë, jo, do bëjmë sonë. Do të paralajmërojmë? Iliri është këmgullë si ma. E kemi filluar. Këtë cubi i Kosovës, këtë cubi i Drenicës o Kosovës, në mes të natës, në 2-3 të natës, i bje derës. Po, bje derës. Edhe thët do bëjmë një këngë. Do bëjmë një këngë, po shi pa parë. Më ka lothë. Po edhe më ka gëzuar, sepse kam bërë ato mërgullia, me atë që ndjem krenar dhe sot. Dhe thashëm mirë pra Ilir, hajde dhe da bëjmë, thashtë ta shpallim në 2 sonë e pavarësinë, pastaj qeveria thashtë ta tjetër ta shpallim dhe ta bëjmë. Ne... Po. E fillum në 11 natës, e kemi marru në 3 mjesit. 4 orë, pa lëviz, Iliri
mrapa më imiton, atë se unë kalova u hardallisa fare, cigaret një nezër aty, një atje, domethënë sepse kisha hyrë, shfrytëzova një motiv të bukur të një vallje të Rraqës së Libazhit, që është valle, është famoze, barkombëtare. E mora atë. Ajo është tira, unë e bëra, o, sot ka fest Kosova. Iku kam, Brohorasin malet tona, shkrepi djeli lirise, në fushat e arbërise, erdhi dita e pavarësisë, erdhi... E djetin. Shton jetona, tjelirin bitroje tona, reze kartan bi fusha kanë ra. Lodha sot në mbretërinë time, në përsheku i ligjerime, kur mbi gur sot u bën kala. O, sot ka fest Kosova, kësimi i madh në zemrat tona. O, sot ka fest Kosova, brohorasin malet tona. Qepi djeli i lirise, i fushat e arbërise, erdhi dita e pavarësisë, troje të lashtat dardanisë. O, sot ka fest Kosova, kësimi i madh në zemrat tona. O, sot ka fest Kosova, brohorasin malet tona. Shkrepi djeli i lirise, i fushat e arbërise, erdhi dita e pavarësisë, troje të lashtat dardanisë. Jem lulë kuqet e Kosovës, jem blerimi i vetonës, rrit mbi gjokë se qëra për liri. Jem lulë kuqet e Kosovës, jem blerimi i vetonës, krymi vjesto lisur me lapi. O, sot ka fest Kosova, kësimi i madh në zemrat tona. O, sot ka fest Kosova, brohorasin malet tona. Shkrepi djeli i lirise, i fushat e arbërise, erdhi dita e pavarësisë, troje të lashtat dardanisë. Erdhi dita e pavarësisë, erdhi dita e pavarësisë, erdhi dita e pavarësisë, erdhi. Tokë mbjellur me plumba, dhe i ndezur për shtatë trimëri. Tokë mbjellur me burra, shekujve të rënë për liri. Gjohun jo dëshmor, gëzoni bashk me ne. Sot atë dheu i lashti shqipeve feston, ditën e re. Tokë mbjellur me plumba, dhe i ndezur për shtatë trimëri. O, tokë mbjellur me burra,